Muhamedi ju dëshiron të gjithëve musafirëve mirëseardhje. Ju falenderon prej thellësisë zemrës që keni gjetë kohë për më ardhe dhe me zbukuru këtë tubim, pasi që darsma nuk janë këto zushnikët, as nuk jena na shka kënojna, se na kur t'kina qef mujna me kënu, por darsma jeni ju, shka jeni mledhe dhe keni zbukuru këtë tubim, inshallah Zoti ju shpërblet. Ju bëj me dije se puna e përgjegjës kur dikush thirr është një prej vajxhibeve islame, në të cilin vajxhib Allahu dhul xhelal e shpërblen shumat njeri. E shpërblen qatë shumë sa se cilin hap shka e ban, ja shkruan ka një sevap. Do thot prej kur jeni nis ju prej shtëpisë tonë me ardh deri këtu, për se cilin hap e keni ka një sevap shkruajtur te Allahu dhul xhelal. Pastaj se cilin hapin tjetër që e bani, Zoti ja fshin ka një gjuna. Edhe jeni në mbikëqyrjen e Allahu dhul xhelal tek terti sa mos theheni në shtëpitë juaja. Do thotë që ka çan sevapi i madh me shkumi ju përgjigjen një vllau tan kur thirr në atilja. Ndërsa ai vllau që ka thirrën e ka për obligim që musafirit me i bon ambient të këndshëm, ambient ku krenohet Allahu me robët e vet, e jo ambient ku largohen me laçet edhe ku mushen njerëzit me gjunoha. Unë mendoj se kia është një ambient në të cilin prezentojnë melekt, pasi që është ambient ku përmenden fjalët e Allahut, që salavat bi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe morrim informata rreth dinit ton, inshallah Allahu dhul xhelal na i fal gabimet.